Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Apo shihet e vërteta? Nora Malaj zbulon çfarë di për raportin mes Mozës dhe Zhakut. E ftuar së fundmi në një emision, Nora Malaj ka folur për eksperiencën e Mozës në fermë, duke treguar se ka qenë një nga personat që ka mbështetur për të hyrë në këtë format. Kur më tha që të hyj në fermë, më pyeti: "Nora, si thua, të hyj apo jo?" "Patjetër hyri", thash. Më tha: "A vjen dhe ti me mua?" Më pas më tha se duhej të fliste në universitet. I thash të mos mërzitej sepse do ta mbështesnin. Unë dhe Arjan Curri dolëm vullnetar dhe i dham bekimin për të hyrë. Sipas saj, Moza përfaqëson një brez që ka kaluar sfida të shumta dhe ka qenë gjithmonë përpara kohës së vet. Moza përfaqëson brezin tim të viteve 60. Ka provuar sfidat e viteve para dhe pas 90-s. Ka qenë avangard kur të tjerët nuk guxonin. Ka thyer tabu në atë kohë. Ka një shpirt të lirë që i pranon të gjithë. Moza thot gjëra që të tjerët kanë frikë t'i thonë. U shpreh ajo. Malaj theksoi se në fermë Moza po shfaqet në një dimension më njerëzor. Ajo po shfaqet në dimensionin më njerëzor, në dimensionin e saj që i ka munguar dhe dëshirës për të sfiduar kohën. Është midis rolit dhe realitetit. Por kjo kërkon shumë kujdes, sepse nëse kalohet masa, efekti mund të jetë i kundërt. Duke komentuar kritikat se Moza her pas here ka shfaqur sjellje dominuese, Malaj u përgjigj: "Moza nuk ka shkuar aty për të bërë leksione komunikimi. Kur të tjerët e kalojnë masën, ose hesht, ose u akthen me të njëjtën gjuhë. Këta njerëz janë prej mishi dhe gjaku. Aty shihen në të gjitha dimensionet. Ajo e kupton edhe kur gabon." E pyetur për raportin mes Mozës dhe Zhakut dhe nëse Moza ka qenë e sinqert kur tha se nuk njiheshin nga jashtë, Malaj u shpreh: "Këtë nuk di ta them. Ajo mund ta ketë në konceptin që nuk e ka mike. Nëse themi që e kemi të njohur, është ndryshe. Mik është fjalë e madhe. Nëse Moza e ka thënë në kontekstin e miqësisë, nuk gënjen. Ndërsa në kontekstin e njohjes, mund të ketë gënjyer." U shpreh Nora Malaj.